Familja Gërxhaliu përjetoi një ndër masakrat më të tmerrshme, të cilën e përjetuam të gjithë qytetarët e Vushtrrisë dhe mbar Kosovës. Sot, kur po përkujtojmë këtë masakër më barbare, Komuna e Vushtrrisë ka vendosur që shtëpinë e Selatin Gërxhaliut ta shndrojë në muze dhe presim shpejt që edhe Qendra për Trashëgimi Kulturore dhe Ministria e Kulturës të jap verdiktin e vet. Do ta shndrojmë në muze për ta ruajtur kujtesën historike. Edhe pse shumë e dhëmshme, kjo histori e jona e përgjakt me shumë sakrificë, duhet ta përcjellim te gjeneratat e reja, brez pas brezi, për t'ju rikujtuar atyre se liria të cilën sot e gëzojmë ka pas çmimin e gjakut. Pra, u derdh shumë gjak, shumë mund, shumë sakrificë që sot të jetojmë në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Këtij çmimi të shtrejtë ju bashkua familja Gërxhaliu, familja e Selatin Gërxhaliut. E di që në çdo përvjetor shtohen dhimbjet, kthehen kujtimet, ato kujtime të cilat janë të tmerrshme, të paharruara, por mbi të gjitha mos të harrojmë, sepse edhe vetë kjo liri nuk do të vinte pa u derdhur ky gjak. Pra ky gjak është themeli i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës. Kjo familje e nderuar që dha kaq shumë antar të familjes, i dha për lirinë e Kosovës, për atë tonë. Këta janë martirët e kombit tonë. Lavdi martirëve të kombit, lavdi dëshmorëve të kombit. Respekt për familjen Gërxhaliu. Faleminderit të gjithë ju që keni ardhur sot ta nderojmë këtë gjak që u derdh për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. I përjetshëm qoftë kujtimi për ta.